Në Universitetin Shtetëror të Tetovës, prej 18 deri me 21 gusht është afati i parë i regjistrimeve për studentët e ri të vitit akademik 2015-2016 në të gjithë fakultetet e USHT-s. USHT-ja këtë vit ka rezervuar 4640 studentë të rinj të cilët do t'i nënshtrojnë këtij fakulteti. Interesimi i studentëve të rinj është për t'u përshëndetur dhe kjo vjen për shkak të ofertës akademike që ofron Universiteti ynë. Ne ofrojmë mbi 100 programe studimore në kuadër të 11 fakulteteve. Sikundur këtë vit kemi hapur edhe drejtime të reja, të cilat janë të preferuara për studentët e rinj. Sulejmani shprehet për të vartë se për studentët e rinj të USHT-s, ky vit starton edhe me drejtime të reja. Në tërsinë e risive që ofron Universiteti ynë, në kuadër të fakulteteve dhe në bazë të hulumtimeve që ka bërë zyra e arsimit e Universitetit të Tetovës, kemi ardhur në përfundim që gjeneratave të reja do të ju ofrojmë edhe drejtime të cilat deri më sot nuk kanë qenë të funksionale në universitetin tonë. Tu vlen të theksohen drejtimi i gjeodezisë, që do të funksionojë në kuadër të Fakultetit të Shkencave të Zbatuara, dhe disa drejtime ekzistuese i kemi hapur për herë të parë në studimet e disperzuara. Studentët e anketuar ndërkaq nuk fshehin kënaqësinë dhe shpresën për të nxënë dije pikërisht në këtë universitet. Përzgjodha fakultetin e Tetovës pasi është edhe shtetëror, Universiteti i Tetovës, dhe përzgjodha drejtimin e juridikut pasi që më shumë e ndjej veten aty dhe dua që ta përvetsoj këtë drejtim. Menaxhment. Sepse është më drejtim interesante dhe drejtim i ri dhe mendoj se është më kreativ. Defektologji. Pse përzgjodhe këtë drejtim? Po, se ka kuadra të reja edhe. Mendojmë që është më i përshtatshëm. S'ka asnjë regjistrim, o viti i parë që ka aplikohet. Histori. Histori, pse? Po, ashtu pëlqen, domethënë prej shkollës mesme ishte dëshira ime të vazhdoj histori, domethënë të shkruajmë diçka se merrem edhe me shkrime, edhe tash e pëlqejmë historinë. Shpresojmë të kemi sukses. Për ekonomi biznes. Pse përzgjodhe këtë drejtim? Më duket më i mirë, më i përshtatshëm për mendimin tim. Pse përzgjodhe edhe USHT-n si studim? Më duket universiteti më i mirë në Tetovë, se di. Afati i parë i regjistrimit zgjat deri më 21 gusht, kurse i dyti do të jetë nga data 1 deri më 4 shtator. Mbështetur në ditën e parë, duket se interesimi nuk mungon.